Mua o korab, 2 duart më thofshin, një dhofsha vëtën që tërkonja. Pës bablukit. A dikush nuk e dënë Albinin. Albinin nuk e dojnë këta banditat që kanë hongër këtë vend. Albini a ka ble, a ka morë, a ka uzurpua me 100 hektar Albini. A ko Albini hoteli edhe villa Albin Kurti. A ko ka zëmë të muë. Nuk jam në dini. Albin Kurti për qke pare, për qke pëplit Kosovës pare, nuk për qke për oligarkve. E qysh muju në më vronë zëti më thonë Albin Kurti s'ban. Kjo është morë me një kun, për krejt do të më qupë pëllota, do të këtë njeri me ruajt na si sytë e balit. Veç banditat e pështër që që dojnë këti pëplit mirën edhe këti shteti, ata nuk e dojnë Albin Kurtit. O zëtni. Njeri që i kodë metë në krye, a i duhet veç Albin Kurtin me vëtua. Mendoni tashmë që mund të ketë përkraje sërish? Nuk mirë se Albin Kurti. E vlerësoni sërish Albin Kurtin në zotri Fered? Po qysh nuk lea unë kësha zemrë, po qysh se vlerësoj bre, po ato e dojnë thmija, e dojnë krejtë që është njeri adhetor bre mbrojti këtë ven e shtini, në ligjen regëll i shtini, krejtë Kosovën cepëm cepë. Po qysh muju në më thonë, veç ngëfsha i trenë më thonë nuk bënë Albin Kurti. E kuptaj, e keni vlerësuar gjithmonë? O gjithë mënë të i të punoj qa dite, që të punoj, nga më gjerë që po thëmë, se une nuk jem, në qatë moment, që të punoj në keq Albin Kurti, maj pori dal e kritikoj. Ma është të punu halal i kërt, o Korab Regjepi. Vjosa Osmoni Edi që ka votu e Qakyrrin, Vjosa Osmoni Edi që ka votu e Zednicën. Në qeverisjet e kaluara, apo në qeverisjet e kaluara? Të më kalzëve në shqiptar dolin që Albin Kurti e ka bunit keqe Kosovës. Veç një. Nuk ko me Albinin. Aj që se vëtë në Albinin, aj për mu nuk o normal. Mirë, kuptaj zëtë Fered. Falenderoj shumë dhe njerë zëtë Fered. U përshëndes notën e mirë gjithve. Përshëndesim dhe ne shumë nga studio natën e mirë. Ishte kjo Feridje, falenderojmë atët e të gjithë juve. Vazhdojmë tek falenderimi i partnerëve tanë, të cilët e ndihmojnë realizimin e emisionit kontaktues në DTV Media. E falenderojmë përzemërsisht airtiketa.com. Mund të kontaktoni për të rezervuar online fluturimin tuaj nga Gjermania, Zvicra, Suedia e të gjitha vendet për në Kosovën tuaj me çmimet më të lira dhe më të volitshme vetëm përmes airtiketa.com. Rezervoni online në website apo edhe në faqet zyrtare në Facebook apo edhe në Instagram me logon e airtiketa.com. Faleminderit shumë nga zemra airtiketa.com dhe të gjithë partnerëve tanë të cilët e mundësojnë emisionin kontaktues Llaf Pazar në DTV Media, diaspore madhe, mërgjimtar të dashur, ju që keni biznes dhe dëshironi të promovani në DTV Media, mund të na kontaktoni për përkraje në numrin tonë të telefonit në +33 44 90 20 20. Presim mbështetjen tuaj, mërgjimtar të dashur, shikues të emisionit kontaktues këtu në DTV Media. Presim mendimet të tjera në pritje, edhe 17 minuta jemi bashkë, linja është e ngarkuar. Do të vazhdoj me telefonatën tjetër që kemi në pritje vetëm pas pak, edhe vazhdoj me afrimin, thot Fered, çdo respekt për ty të lumt. Lulja Alba, bravo të kofti ndëruar i Fered. Ganja thot të lumt, baci Fered, zotit të ruajt, vazhdoj me komentet të tjera, të cilat i kemi këtu në pritje, e kemi telefonatën tjetër, mi mbrëma. Alo, Korab. Përshëndetje, mi mbrëma, zotri Sefer, mirë se na erdha. Mirë kofshi. Bashkë me juve. Ndëruar Sefer, çka mendon për temën se a mund ta dëmtoj tashmë me vot Vjosa Osmani Albin Kurtin nëse vendi shkon në zgjedhje? Unë e tham që kom thonë gjithë të vërtetën, e jo jashtë temës. Veç urdhrani. Sot krejt bota i ka kërkuar në lutje Albin Kurtit. Bënë zgjedhjen sa më shpejt. Ju ka drejtuar se cila në Këshillin e Sigurimit. Sot, me direkt ka thonë, thotë Albin Kurti, bëni zgjedhjet. Tash, nëse ata nuk po dikan kur gjë, po dika ky më mirë, halali kurth në të vazhdon. Nëse ky është më i mëshmi, halali kurth në të vardhon. E ju ka thonë mos shkoni në zgjedhje. I ki partit, janë partit tua, nuk janë të kërkuina, zga të dorën bashkohë. Qito fjallë shka për thomun, i kanë thonë bota. Shumica e atyt në botë sot drejt për zdrejti. Kush i ka kanë ndëgjuun, i kom ndëgjuun 11 orë. E në qo se kjo e bëta, më na qonë zgjedhje,
ata i kanë thonë që mos shkon në zgjedhje, po zgjedhje sepse lufta është në prag derës. Ata kanë menduar se ky e kupton, duhet me kuptu ky. Mos më nani që u zgjedhje. Ne ta bën një çigë më ne. Tëri në të bëhet parqetësia para Po. ne, zgjedhë më pet. Hajde, po ti ke fitu, ti tashmë ky i zoti shpisa. E ti merë edhe ato, se edhe ato janë partitë tona, pa ne, edhe gjuha e keqe e ka bon luftën sot. Gjuha. Mos t'jesh rigoroz, po. edhe me se degrado me gjuhën tonë, sa dashur me popullin tonë. Se populli është në interes me siguru borna, me siguru sehim, me siguru buk, se është në krizë jena. Krizë e Sa madhe, ty po. duhet me konaj, e milionën vjosa ne, vjosa ku ta lyp në gjetë ma mirë në të shkallë. Se gjetë që kuma, po në të bënë zgjedhët edhe, në të në pështën për që sa i të keqës ku jemi që tash, mundet me bënë atohen, mu bashku me ato, hajde bre ta gjoj edhe ty në vend, punë ty në vend, ta bëjmë se është jena në krizë. Mundet Albini. A ka punu mirë, bota e din, bota i ka thonë, unë si kom thonë, natën e mirë, ma respekt se ju s'ka një herë staf për staf, tjetër herë të thonë kush është Dugazini. Rafshi Dugazinit, sot është e shkrune me germa diamant. Edhe në Vatikan janë shku librat. Kush është George Washingtoni, i kohit është djali i Maria Magdalena, George Washingtoni. Ato bota ka bon, për që ata i ka thonë Hashim Thaçi, ti e Washingtoni dytë në pas morë vesh, a i në pas morë mirë, se ka morë. E kuptaj. Rafshi Dugazini, po konkret Dardan edhe Dardan ju kanë thonën, molla e botë. Ligjin që e ka prunë Rafshi Dugazini, s'ka ditë ku shkon ligji. E ka prunë Lek Dugazini. E diri këto ata ku shë gjendë lërgjeni edhe atë, Malpeka, e din i mallit jetën nga Gjermania, kështu gjithat mirat ju respekt për familjen të ju, edhe juve që jeni këtu. Faleminderit shumë zotëri Sefer, shëndetet mira, gjithë të mirat për ty dhe për të gjithë ata të cilët janë me neve këtu në DTV Media, për shëndetje për ty kush për na tret. Alo, mi mbrëma, kush na telefonon? Edhe për juve, kush na telefonon? Zymer Duriqi, apo? Po. Mirë se vjen zotëri Zymer. Mirë se gjej. Çka po mendon se a do ta dëmtoj me vot Vjosa Osmani Albin Kurti nëse vendi shkon në zgjedhje? A mund të ndodhë që mund të ketë humbje në vota Albin Kurti? Vallai, nuk besoj se i ka bo dhe gabime, që tash në kohën e funit i ka bo dhe gabime, edhe vetë ka faj ka ranë grasë, e zbesoj që mundet me dëmtue. Atër si e mendoni tashmë që mund të ndodhë tashmë në zgjedhje të reja, nëse shkojmë, sa përqind mund t'i fitoj Albin Kurti? Nëse sa mundet përqind me fitue, nuk divesh, Po? zbesoj që ka ramje, ka rritje, se ka punue, edhe i takan, Po? edhe nuk është për mës me vlerësue, po këtë me asë një kryetar, sa me pas, asë një kryetar për para, sa ka një shantazhum kë, sa ka një film kë, sa akuzat i ka pas kë mashtije se këtë mandat pe dhe analista, pe dhe banalistave, pe opozitës, pe tyne kryetarve të partive, shafyemjet, deputet, pa marra tërp, kë Ramushi që pe i bëne që i ka bënë parlament, bre. Pa tërp kja, bre. Për shprejet që i ka përdorë, po thua? Po kjo shqiptar është, bre, i jëni është,